Data 22 maj. Numrat. Kapitulli 31. Pastaj Zoti I foli Mojsiut, duke I thënë: Merru Hakun bijve të Izraelit kundër Midianitëve. Pas kësaj do të bashkohesh me popullin tënd. Atëherë Mojsiu I foli popullit duke thënë: Disa njerëz ndër ju të armatosen për luftë dhe të marshojnë kundër Midianit për të kryer hakmarrjen e Zotit mbi Midianin. Do të dërgoni në luftë 1000 burra nga çdo fis nga të gjitha fiset e Izraelit. Kështu rekrutuan ndër divizionet e Izraelit 1000 burra nga çdo fis, do me thënë 12000 burra të armatosur për luftë. Pastaj Mojsiu I nisi për luftë. 1000 njerëz nga çdo fis, së bashku me Fineasin, birin e priftit Eleazar që kishte në dorë veglat e shenjta dhe borita e alarmit. Dhe luftuan kundër Midianit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun dhe vranë tërë meshkujt. Bashkë me viktima që ata bën, ata vranë edhe mbretërit e Midianit, Evin, Rekemin, Curin, Hurin dhe Reban, 5 mbretërit e Midianit. Vranë gjithashtu me shpatë Balamin, birin e Beorit. Bijtë e Izraelit zunë robinja dhe të gjitha gratë e Midianit dhe fëmijët e tyre, rrëmbyen tërë bagtinë e tyre, tërë kopet e tyre dhe tërë pasuritë e tyre. Pastaj u vunë zjarrin të gjitha qyteteve ku ata banonin dhe të gjitha kalavet e tyre, dhe morën gjithë plaçkën e luftës dhe tërë prenë, njerëz dhe kafsh. Pastaj I quan të burgosurit prenë dhe plaçkën e luftës Mojsiut, priftit Eleazar dhe asamblesë së bijve të Izraelit që ishin vendosur në fushat e Moabit pranë Jordanit në bregun përballë Jerikos. Mojsiu, prifti Eleazar dhe të gjithë prijesit e asamblesë dolën për t'i takuar jashtë kampit. Por Mojsiu u zemrua me komandantët e ushtrisë, me krerët e mjeshëve dhe të qindshëve që po ktheheshin nga kjo fushatë lufte. Mojsiu tha atyre: Keni lënë gjallë të gjitha gratë? Të nxitura nga Balami, ato I shtyn bijtë e Izraelit të mallkojnë kundër Zotit në ngjarjen e Peorit, ku shpërtheu fatkeqësia në asamblenë e Zotit. Prandaj vrisni çdo mashkull nga fëmijët dhe vrisni çdo grua që ka marrëdhënie seksuale me një burr, por ruajini të gjalla për vete të gjitha vajzat që nuk kanë pasur marrëdhënie seksuale me burra. Ju do të qëndroni jashtë kampit 7 ditë. Kushdo që ka vrarë dikë dhe kushdo që ka prekur një person të vrarë, do të pastrohet ditën e 3 dhe ditën e 7. Ky rregull vlen si për ju, ashtu edhe për robërit tuaj. Do të pastroni gjithashtu çdo rob, çdo send prej lëkure, çdo punë të bërë me leshin e dhis dhe çdo vegël prej druri. Pastaj prifti Eleazar u tha ushtarëve që kishin shkuar në luftë. Kjo është rregulla e ligjit që Zoti ka përcaktuar Mojsiut. Vetëm arin, argjendin, bronzin, hekurin, kallajin dhe plumbin, çdo gjë që I reziston zjarrit, do ta kaloni nëpër zjarr dhe do të bëhet I pastër. Por do të pastrohen edhe me ujin e pastrimit kundër papastërtisë, ndërsa tërë gjërat që nuk mund t'i rezistojnë zjarrit, do t'i trajtoni me ujë. Dhe ditën e 7 do të lani rrobat tuaja dhe do të jeni të pastër. Pas kësaj mund të hyni në kamp. Dhe Zoti I foli Mojsiut duke I thënë: Ti, me gjithë priftin e Eleazar dhe me kryefamiljarët e asamblesë, llogaritë tërë plaçkën e zënë, njerëzit dhe bagtin, dhe ndaje plaçkën midis atyre që kanë marrë pjesë në luftë dhe që kanë vajtur të luftojnë dhe gjithë asamblesë. Do të marrësh nga luftëtarët që kanë vajtur të luftojnë një haraç për Zotin, do me thënë 1 të 500 e personave, të bagtive të imta dhe të trasha dhe të gomarve. Do të marrësh nga gjysma e tyre dhe do t'ja japësh priftit Eleazar si një ofertë për Zotin. Dhe nga gjysma që u takon bijve të Izraelit, do të marrësh 1 të 50 e personave të bagtisë e imët dhe të trash, dhe nga gomarët do t'ua japësh levitëve që kanë përgjegjësinë e tabernakullit të Zotit. Dhe Mojsiu e prifti Eleazar vepruan ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Dhe plaçka që mbetej nga plaçkitja e kryer nga luftëtarët përbëhej nga 675.000 dele, 72.000 lop, 61.000 gomer dhe 32.000 persona gjithsej, do me thënë gra që nuk kishin pasur marrëdhënie seksuale me burra. Gjysma, do me thënë pjesa për ata që kishin shkuar në luftë, ishte 337.500 dele, nga të cilat 675 për haraqin e Zotit. 36.000 lop, nga të cilat 72 për haraqin e Zotit, 30.500 gomer, nga të cilat 61 për haraqin e Zotit, dhe 16.000 persona, nga të cilat 32 për haraqin e Zotit. Kështu Mojsiu I dha haraqin që ishte oferta e ngritur e Zotit priftit Eleazar, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti. Gjysma që u përkiste bijve të Izraelit që Mojsiu kishte ndarë nga pjesa që u takonte njerëzve
që kishin shkuar në luftë, gjysma që i përkiste asamblesë ishte 337.500 dele, 36.000 lopë, 30.500 gomer dhe 16.000 persona. Nga gjysma që u përkiste bijve të Izraelit, Mojsiu mori 1/50 e njerëzve dhe të kafshëve dhe u dha levitëve të cilët kanë përgjegjësinë e tabernakullit të Zotit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Komandantët e mijëshve të ushtrisë, krerët e mijëshve dhe të qinçeve, ju ofruan Mojsiut, dhe ata i thanë Mojsiut: "Shërbëtorët e tu kanë bërë llogarinë e luftëtarëve që ishin në urdhrat tona dhe nuk mungonte asnjëri prej tyre. Prandaj ne po sjellim si ofertë për Zotin sendet e arit që secili ka gjetur, zinxhir, byzylyk, unaza, vath dhe gjerdan për të bërë shlyerjen për ne përpara Zotit." Kështu Mojsiu dhe prifti Eleazar morën nga duart e tyre tërë objektet e punuara, tërë ari i ofertës që ata i paraqiten Zotit nga ana e krerëve të mishëve dhe nga ana e krerëve të qinçeve, peshonte 16.750 sikla. Njerëzit e ushtrisë mbajtën për vete plaçkët që kishin siguruar. Mojsiu dhe prifti Eleazar morën pastaj arin nga krerët e mishëve dhe të qinçeve dhe e quan në çadrën e mbledhjes si kujtim i bijve të Izraelit përpara Zotit. Psalmi 75. Ne të lëvdojmë o Perëndi, ne të lëvdojmë, sepse emri yt na është i afërt. Njeriu tregon mrekullitë e tua. Kur do të vi koha e caktuar, unë do të gjykoj me drejtësi. Toka dhe tërë banorët e saj shkrihen, por unë i bëj të qëndruesh me shtyllat e saj. U kam thënë fodullëve, mos u mburni, dhe të pabezve, mos u bëni hund përpjet. Mos e ngrini lart kokën, mos flisni me qafë të fortë, sepse lëvdimi nuk vjen as nga lindja, as nga perëndimi, as edhe nga shkretë e tjera. Sepse Perëndia është ai që gjykon, ai ul njërin dhe ngre tjetrin. Sepse Zoti ka në dorë një kup vere që shkumon dhe plot me erza që ai zbraz. Me siguri tërë të pabesit e dheut do ta kullojnë dhe do të pinë deri llumin. Por unë do të shpall për jetë dhe do t'i këndoj lavdë e Perëndisë së Jakobit. Dhe do të dërmoj tërë fuqinë të pabezve, por fuqia e drejtëve do të përlëvdohet. Psalmi 76. Perëndia njihet mirë në Judë. Emri i tij është i madh në Izrael. Tabernakulli i tij është në Salem dhe ai banon në Sion. Këtu ai ka coptuar shigjetat e zjarrta të harkut, mburojën dhe shpatën e luftës. Ti dukesh i lavdishëm dhe i fuqishëm mbi malet e pres. Trimat i kanë zhveshur, i ka zënë gjumi, dhe asnjë prej atyre trimave nuk ka mundur të përdor duart e tij. Pas qortimit tënd o Perëndia i Jakobit, sherret dhe kuajt mbeten të shushatur. Nga ti, pikërisht nga ti duhet të kenë frikë, dhe kush mund të qëndroj para teje kur zemrohesh. Ti ke bërë që të dëgjohet nga qielli vendimi yt, tokën e zuri frika dhe heshti. Kur Perëndia u ngrit për të gjykuar, për të çliruar tërë nevojtarët e tokës. Edhe zemërimi i njerëzve do të shndërrohet në lavdi për ty, dhe ti do të rrethohesh me vetë mbeturinat e zemërimit të tyre. Bëjini zotime Zotit, Perëndisë tuaj, dhe plotsojini. Tërë ata që rrinë rreth ti çojnë dhurata të tmerrshmit. Ai u heq frymën qeveritarëve, nga ai druhen mbretërit e tokës. Isaia, kapitulli 23. Profecia kundër Tiros. Rënkoni o anije të Tarshishit, sepse Tiro është shkatëruar, dhe nuk kanë mbetur as shtëpit, as porti. Ky lajm ju erdhi nga vendi i kitimit. Mos hapni gojën o banor të bregut të detit, o tregtar të Sidonit. Ata që çajnë detet ju kanë mbushur me pasuri. Nëpërmjet ujrave të mëdha, gruri i shihorit, prodhimi i lumit ishte e ardhura e tij, dhe ai ishte tregu i kombeve. Ki turp o Sidon, sepse ka folur deti, kalaja e detit, duke thënë: unë nuk kam pasur dhembje, as kam lindur fëmijë, nuk kam ushqyer të rinj, as kam rritur virgjëresha. Kur lajmi do të arrijë në Egjipt, do të hidherohen për lajmin e Tirës. Kaloni në Tarshish, vajtoni o banor të bregut të detit. Ky qen nga qyteti juaj i shefeve, përjardhja të cilit është e lashtë. Këmbët e tij e çonin të banonte në tokat e largta. Kush pra e ka vendosur këtë kundër Tiros, dhurues kurorash, tregtarët e të cilit ishin princa dhe dyqangjitët e të cilit ishin njerëzit e nderuar të dheut?
e ka vendosur Zoti i ushtrive, për të errur krenarin nga çfarëdo shkëlqimi, për të ulur gjithë njerëzit e nderuar të dheut. Kalo nëpër vendin tënd si Nili o bie Tarshishit, nuk ka më forcë. Zoti ka shtrirë dorën e tij mbi detin, i ka bërë mbretërit të dridhen, për Kanaanin ka urdhëruar të shkatërrohen kalat e tij. Ai ka thënë, ti nuk do të vazhdosh të gëzohesh o bie Sidonit, virgjëresh që ke humbur nderin. Çohu, kalo në vendin e kitimit, as aty nuk do të gjesh prehje. Ja, vendi Kaldejasve, ky popull nuk ekzistonte fare. Asirja e themeloi për kafshët e shkretëtirës. Ata kanë ngritur kalat e tyre, kanë rënuar pallatet e Tiros dhe kanë katandisur një grumbull gërmadhash. Rënkoni o anije të Tarshishit, sepse kalaja juaj është shkatërruar. Atë ditë do të ndodhë që Tiro të harrohet për 70 vjet, aq sa janë vitet e një mbreti. Pas 70 vjetëve do të ndodhë në Tiro ashtu siç thot kënga e prostitutës. Merr qesten, sillu në qytet o prostitute harruar, bjeri me zotësi veglës, shumë o këngët që të mund të të kujtojnë. Pas 70 vjetëve do të ndodhë që Zoti do të vizitoj Tiron, që do të kthehet në pagën e vet dhe do të kurvërohet me të gjitha mbretëritë e botës mbi faqen e dheut. Por fitimi nga tregtia e tij dhe paga e tij do t'i shenjtërohen Zotit. Nuk do të mblidhet, as nuk do të vihet me një anë, sepse fitimi nga tregtia e tij do të shkojë atyre që banojnë përpara Zotit me qëllim që të hanë sa të ngopen dhe të vishën në mënyrë të shkëlqyeshme. 1 Gjonit, kapitulli i parë. Ata që ishte nga fillimi, ata që kemi dëgjuar, ata që kemi parë me sytë tanë, ata që kemi vështruar dhe që duart tona e kanë prekur lidhur me fjalën e jetës, dhe jeta u shfaq dhe ne e kemi parë dhe dëshmojmë për të, dhe ju shpallim jetën e përjetshme që ishte pranë Atit dhe që na u shfaq neve, ata që kemi parë dhe kemi dëgjuar, po ju shpallim që edhe ju të keni bashkësi me ne, dhe bashkësia jon është me Atin dhe me Birin e tij Jezu Krishtin. Dhe po ju shkruajmë këto, që gëzimi juaj të jeti plot. Dhe ky është mesazhi që kemi dëgjuar nga ai dhe po ju alajmërojmë juve. Perëndia është dritë dhe në të nuk ka kur fare errësirë. Po të themi se kemi bashkësi me të dhe ecim në errësirë, gënjejmë dhe nuk bëjmë të vërtetën. Por po të ecim në dritë, sikurse ai është në dritë, kemi bashkësi me njëri tjetrin dhe gjaku Jezu Krishtit, Biri të tij, na pastron nga çdo mëkat. Po të themi se nuk kemi mëkat, gënjejmë vetveten dhe e vërteta nuk është në ne. Po t'i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paullsi. Po të themi se s'kemi mëkatuar, e bëjmë atë gënjeshtar, fjala e tij nuk është në ne.